Kryeministri e quajti përzierje në punët e brendshme dhe deri diku ishte edhe e pritshme. Më shqetësuese ishte fakti se zëvendës kryeministri i parë shkoi shumë më larg se sa vetë kryeministri dhe e quajti, duke marrë guximin edhe të ironizoj, për të mos them edhe të ofendoj studentët e Shqipërisë, duke adresuar apo duke artikuluar se ata nuk e dinë edhe për çka protestojnë. Në ndërkohë që ne kishim një solidarizim nga studentët e Shqipërisë, që kishte munguar për gjatë kohë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ishte një akt për tu përshëndetur. Zëvendës kryeministri i parë, cili është shqiptar, duheshte që të solidarizohet me ata student dhe të ngrejë zërin që ata student të mos dërgohen në qytetin e Kumanovës, apo të reagoj kundër atyre të cilët ne i pam ato pamje, tani gjithçka është e filmuar, i pam pamje të cilët kishin pas një sjellje të vrasht me studentët.